Një aksident rrugor është regjistruar paradite në kësaj të enjteje në zonën e Skelës në Vlorë, ku një automjet i tonazhit të rënd ka përplasur një qytetar i cili udhëtonte me biçikletë. Ngjarja ka shkaktuar shqetësim tek banorët dhe kalimtarët e zonës, ndërsa rikthen edhe një herë në vëmendje problematikën e qarkullimit të mjeteve të rënda brenda qytetit, veçanërisht në Prag dhe gjatë sezonit turistik. Sipas informacioneve paraprake, shtetasi po lëvizte me biçikletë në afërsi të vijave të bardha, kur është goditur nga një mjet i tonazhit të rënd që i përket një firme ndërtimi. Përplasja ka qenë e fortë duke bërë që qytetari të mbetet i plagosur në rrugë deri në mbërritjen e ndihmës së parë. Menjëherë mbas sinjalizimit, në vend ngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë rrugore, të cilat kanë kryer veprimet e para hetimore dhe kanë administruar provat për të zbardhur rrethanat e aksidentit. Ndërkohë i plagosur ishte transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku po merr trajtim mjekësor. Deri më tani nuk janë bërë të ditura detaje zyrtare mbi gjendjen e tij shëndetësore, ndërsa hetimet për ngjarjen vijojnë. Aksidenti ka rikthyer në qendër të debatit shqetësimin e qytetarëve për praninë e vazhdueshme të automjeteve të tonazhit të rënd në rrugët e qytetit të Vlorës. Banorët shprehen se pavarësisht fluksit të shtuar të turistëve dhe lëvizjes së dendur gjatë kësaj periudhe, kamionët dhe mjetet e kompanive të ndërtimit vijojnë të qarkullojnë lirshëm në akset kryesore, shpeshherë pa respektuar oraret apo rregullat e qarkullimit. Në zonën e Skelës, e cila konsiderohet një nga pikat më të frekuentuara të qytetit gjatë sezonit veror, lëvizja e mjeteve të rënda shihet si një rrezik serioz, jo vetëm për drejtuesit e biçikletave, por edhe për këmbësorët dhe pushuesit. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse, duke nisur nga kufizimi i hyrjes së mjeteve të tonazhit të rënd në oraret e pikut, e drejt tek shtimi i kontrolleve nga policia rrugore. Kjo situatë rrit ndjeshëm rrezikun për aksidente, sidomos në zona me qarkullim intensiv dhe ku lëvizja mjeteve të rënda është e vazhdueshme. Ndërkohë, policia pritet të analizojë pamjet e kamerave të sigurisë dhe dëshmitë e personave të pranishëm në vendin e ngjarjes për të përcaktuar përgjegjësitë dhe shkaqjet e aksidentit. Nëse konstatohet shkelje e rregullave të qarkullimit, drejtuesi i mjetit të tonazhit të rënd mund të përballet me masa ligjore. Ky aksident vjen në një kohë kur Vlora po përjeton një rritje të ndjeshme të lëvizjes së automjeteve për shkak të sezonit turistik, ndërsa kërkesat për më shumë siguri rrugore dhe kontroll të qarkullimit po bëhen çdo ditë e më të forta.